Se ishe rrezikshme. Ajo thynte çdo gjë në shtëpi ku ne vrikosësh. Ajo nuk e hiqte telefonin në veshi, birinën. Ja kufjet këtu, telefoni këtu, edhe nuk bënte punë. Ajo sa kish dalë na dera, kish mbylli telefona. Vetëm një mesazh më ka dërguar që babi hika. Unë po e shikoja që ajo nuk e kishte refene djali pare, ofendonte, e shante, sa arriti që tha unë nuk rri me surratin tënd më. Merë i jati më dark të premte neve dhe na thot më gjeni çupën, se pas keni qenë një familje denegjeruar. Nuk e di se si po trazojnë këto gjëra, këto ujëra, nuk e di se ç'a po bëhet. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim ne do të kemi një zonjë, ajo quhet Emina Aliaj, do të flasi live nga Greqia dhe do ndaj një problem shumë të rëndë që i ka ndodhur në familje. Nusja e djalit Graciela së bashku me djalin 3 vjeçar është larguar nga banesa dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre, ndërsa ka denoncuar ish bashkëshortin e saj, djalin e zonjës, zotin Triçim, dhe ky fundit është në burg. Por çfarë ka ndodhur në familjen Aliaj, e cila është me origjinë nga Cakrani i Fierit, por prej 3 vitesh ndodhet në Greqi, do të jetë pikërisht zonja Emine që do na tregojë gjithë historinë. Ndaj unë hap dritaren dhe e ftoj. Zonja Emine, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe unë te nga Greqia. Më ke telefonuar sepse ke një problem për të ndarë dhe me sa lexova në mesazh bëhet fjalë për nusën e djalit. Po. Çfarë ka ndodhur? Të flas për atë? Çfarë ka ndodhur? Ka ikur nga shtëpia? Po. Kur ka ikur? Ka ikur nga shtëpia në datën 2 gusht. Më tha do iki në punë. Punonte në një picari. Atë ditë në atë picari nuk ish punë. Dhe vete te një shtëpi. A ditë që ikur, më tha ku do vesh, i thashun. Te e përdor, ku do vesh ke që nëna? Këtë di, unë me atë. Tha Martha, unë do iki tha te një greke do pastroj shtëpi, tha, se ka djali ditëlindje. Mirë, thashun vllai, thashun ik, ora 11. Iku më ka ardhur në orën 4. Po. 4:30 kështu. Mirë, i doli trokini dhe i hapa derën, erdhe vlla, erdha. U lodha Martha. Mirë, hajtë ka ardhur dhe çupa, thashun për çupën time. Ka ardhur dhe Daniela, thashun hajtë tim kafe të treja. Edhe babi të kam edhe burrin këtu, e kam të smur, po brefafinës me të. Mirë. Erdhi ajo, pime kafe, i fli, thashun ke qenë në një coperë, se i mbaja vetë me djalë, me shtëpi, me gjitha. Nuk e lija ba. I të shplodhën, thashun, flina i coperë, se do iki prapë Martha në orën 8, se do presi totën, tha. Mirë vlla, po mua ajo nuk më pagoi, tha, nuk më dha lekë. Po s'ka problemi, thashun, ke qenë në një, thashun, do vesh, tha, di marrët, nuk ka problemi, thashun. Po mirë, po do marrë edhe djalin unë, tha. Po mirë, i thashun, mere, të ndin e ke, i thashun. Të nashi, mirë, ajo nuk e hiqte telefonin në veshi, birinën. Ja kufjet këtu, telefoni këtu, edhe nuk bënte punë. Edhe unë nuk i kërkoja llogari. Kam zot. Mirë. Majtora 7:30. Po. Unë veshi dhe djali 7:30 në darkë të datës 2 gusht. Veshi dhe djali se qa qojnë në çantë. Nuk pash gjë. Do ikësh vllai nuk do iki. Po më vononi, thash. Veshi dhe djali, po ti vllai thash djalit unë. Nuk e puse i qinënët, po vi prap një në ajo. Sa vjeç është Niki? 3 vjeç. 3 vjeç, por nusja e djali si quhet? Graciela. Edhe një emri? Graciela. Po, Aliaj. Me emrin tonë. Po. Pra, në orën 7:30 të pasdites, Graciela... Pakër sonte 8-a. Se në 8 kisha atje që do vente në 8. Po, mori djalin e vogël 3 vjeçar dhe doli nga shtëpia. Hapa dhe derën, do ikni ju në, do ikni. Mirë, thashun. Ikni, thashun. Tja kaloni mirë, thashun. Edhe hajteni të nëna. Do vim një në ajo, nusja. Në ora 9 deri në 10, tha. Jemi këtu, tha.
më mirë, i thashu. Ajo sa kish dalë nga dera, kish mbylli telefona. Fiku telefonin. Fiku në moment telefon. Djali im. Po. Me gjithë burrin ishin në Afin. Në të hënën, deri të premte në datën 2 gusht, e kam burri me 8 tunada në zemër. Ka probleme me diabetin, ka probleme është me një smundje të keqe në trup. Të shkuar. Edhe, faleminderit, vente gjithmonë në spital, jama 7-8, djali edhe në punë. Në ora 6:30, deri në 5:30 djali ishte në punë. Kjo nuk të jepte asnjë lloj përgjigje. Por, e dashur Emine, ajo doli nga shtëpia për të shkuar në punë dhe atë ditë mori dhe djalin e vogël. Telefonin e tij sa doli nga shtëpia. E kishte fiku. Ju kur e kuptuat largimin e saj? Sepse ajo tha do vi në 10 të darkës. Kishte dërguar të japit mesazh. Kujt i kishte dërguar mesazh? Nusja, i kishte thënë të japit unika. Babait të vet. Po, unë jo asnjë gjë. As unë, as burri, asnjë gjë. Pra, po babai saj ku jetonte, zonja Emine? Në Shqipëri, në Boçovë, të Fieri. Dhe i dërgoi mesazh babai që unika, po adresën ja kishte treguar? Nuk na kanë treguar ata. Dhe na meri jaki merr djalin në Afin. Ku je Çimo? Ndriçime quajnë djalin. Po. Ku je ndriçimi sa? Në Afin jam o dashi saj, jam me babi në spitali sot. Po. Po Graciela e di që ka iku? Ku i thaj, unë ashi fola, tha, me të. Ka ikur, tha, vetëm një mesazh më ka dërguar që babi i ka. Unë ashi fola më merr mua djali. Plakëm sot, tek shumë sot. Pa ju ku është, më thanë mua Graciela? La në puni, thashu. Po jo, tha, të mori tashi, tha, s'është e puna. Thashu, ka ikur a vllai, thashu. Se po ma ndjente trupi, se po i bënte veprime para kohe. Kish një javë veprime që po i bënte. Tonëm, plakën sa i pa ik tek ajo pesa, poshtë ku e festonte, thate, që bëri një herë të një fëmijë vajta, bris, anës detit Andrea, kërkon nuk ka. Marë qupa që në punë, erdi qupa, po iknin tutje. A i kishë marrë djalin në Jakin, në Athina po vinte me autobus. Djali këthejë në polici, për të denoncuar për djalin. Bën denoncim në polici për largimin e bashortës që kishte marrë djalin me vete. Po, edhe bën denoncimin. Djalin e mbajnë brenda. Por pse? Po ishte edhe pa letra faktikisht djali. Ka qenë pa letra, e qartë. Edhe ajo me djalin, edhe neve jemi pa dokumenta. E kuptova. Po? Edhe ajo është pa dokumenta, dhe djali vogël pa dokumenta. Se djali ka lindur këtu. E qartë, nuk keni mundur dot që të pajiseni me dokumenta. Por nga policia çfarë mësuat? Vajti djali atje ka për avokat në të nesmen. E qartë, po? Vajti avokati atje nuk po jep një përgjigje. Asnjë lloj gjëje. Ti qa ke me ta? E ka nëna e tij. Me ashtu avokatja i jep një rrugë dhe numra shtje 2, 6 dhe 4, po numri nuk e di, rrugën nuk e di për zi qupa, nuk e di. Po këte mbaj mund që sa qupa, 4 dhe 6. Vete qupa atje, të adresa që avokatja kishte zbuluar. Vete kishte pa në lartë robat e saj. Bëjt fjalë po në Athinë? Të shtunë, të pramten, të shtunë, të hënër, një gjë e tillë, kështu nuk më mend. Në momentin që avokatja zbuloi adresën se ku jetonte Graciela me djalin e vogël, bëjt fjalë për Athinën, kryeqytetin e Greqisë. Ne jemi në Korithio, në Lutraq. E qartë, disa kilometër larg Athinës. Jeni në hyrje të Athinës, po. Por Graciela kishte shkuar në Athinë sipas avokates? Jo, këtu në Lutraq. Kishte marrë një shtëpi me qira dhe ishte larguar nga ju. Po policia i kishte thënë që është me një njeri. Është larguar me një person tjetër. Me një person tjetër, i thot policia. Avokates, kupton, jo neve, avokates.
Por kur vajza juaj vajti tek ajo adres, vetëm nga balkoni pa rrobat, nuk hyri të... Nga jo, se avokatja i tha, bëj kujdes se si vjet, mund të ndodhe na një gjë, i thot. E qartë. Pra, vajza juaj ka shkuar deri tek pallati, tek banesa, nga balkoni, ka arritur të zbuloj rrobat e kunatës së saj, që ishin të sajat. Po. Dhe pasaj na merr i jati më dak të premte neve, dhe na thot, më gjeni çupën. Se pas keni qenë një familje denegjeruar. Po pse Krushku ju akuzoi kur ajo e njoftoi vetë babain që u largova? Ja. Në moment që marrëm neve, marrëm të jati, marrëm të motrën, marrëm të gjithë, na janë bllokuar numrat e atyre. Ju kanë bllokuar? Po, pas sa po thoi na një ora, po na një gjysmore, një orë kështu, telefonon, i hapi numrat ata. Po? Hapin telefona. E merr të motrën çupa. Dhe i de Xhaxhaj, i vllai këtij Krushkut. E qartë. I thot, nuk bën shqyr që e gjetëm, i thot. Po ku e gjetëm vlla Xhani, i thot çupa. Na i tregoni se po vdesim. Më ka marrë një fëmijë të vogël 3 vjeç, nuk e di se ku është. Ai ka që thot dhe i mbyll telefonin. Por babai i Gracielës, erdhi në Greqi, ju takoi juve? Pas 2 vite, me çupa të jemë. Dhe i thot, Diana i thot, qa bërët me atë? Keni na një muhabet, na një sinjal për ku është? Unë i zdash, i thot ajo, për në Greqi. Ai nuk ka komunikuar me neve fare. Vetëm ju akuzoi, vetëm fillimisht ju ka akuzuar që më gjeni vajzën. Po. Vetëm të gjeni vajzën se do t'u sharroj. E rënd në fakt e gjithë kjo histori që ju ka ndodhur zonja Emine, por unë desha të bëja një pyetje në momentin që djali mbërriti në shtëpi, ai vajti bëri denoncimin për largimin e gruas, humbjen e djalit të vogël. Djali vetë çfarë ju tha? Do nuk kishte ndodhur diçka mes djalit dhe nusës? Djali nuk erdhi fare në atë ditë, se na thina në polici, policia e çoi në polisio. Djali është brenda dhe sot. Ha, djali është akoma brenda? Është brenda, ne jemi biri nënët nuk e di ku e kemi. Por pse djalin po e mbajnë kaq gjatë të izoluar? Nuk po japin, edhe avokatët nuk po japin përgjigje. Djalin e keni mundur do ta takoni të flisni vetë? E kemi takuar, nuk kemi asnjë gjë, thot. Nuk më japin përgjigje, thot djali. Po se është shokuese e gjithë kjo histori që djali juaj, si quhet djali juaj? Ndriçimi. Ne po vdesim. Nuk e dim djalin e vogël, djalin e madh e kam brenda. Nuk e di me çfarë është lidhur ajo rob. Zonja Emine, e kuptoj, duhet të qetësohesh në radhë të parë, sepse shikoj që je shumë e shqetësuar, por më duket pak shokuese që Ndriçimi shkon në polici vetë, të denoncoj humbjen e gruas, largimin e gruas, humbjen e djalit, dhe ai të arrestohet, ndalohet nga policia, kjo më duket e habitshme. Mos ndoshta... Atë ditë që ke vajtur djali, që ngritur i motra, i vajtur Xhaxhaj, me gjithë burrin e motrës, kishin vajtur bën denoncimin gjoja për humbje. E qartë, e kuptova. Dhe këta, e kupton? Kur ajo të jatit i kishten që unë ka vajtur të premte, në orën 1 ka bërë denoncimin. Nuk e di se si po trazojnë këto gjëra, këto ujëra, nuk e di se qa po bëhet. E dashur, Emine, ndoshta mos Graciela ka bërë ndonjë denoncim në policinë greke për dhunë që djalin tënd po e mbajnë kaq gjatë në burg, se nuk ka mundësi. Jo. Djali vente në orën 6:30, deri në 5:30 ishte në punë. Këtu neve, ja po të them betohem Perëndi, nuk e provokonte. Ishte një njeri që e provokonte. Jo, të kuptoj, por unë po të pyes ty nëse ju keni informacion nga policia greke, sepse policia greke... Nuk po na japin. Në momenti që... Vetëm, edhe denoncimin që e kish bërë atje, e kish bërë pa figurën e saj. Si pa figurën e saj? Nuk e kish dhënë foton e saj. Pra, ajo ka bërë një denoncim në polici, se këtë po dyshoja dhe unë.
E kuptoj, e ki bërë të premten, unë e dija në punë, nuk e dija se ki vajtu për denoncim. Por denoncimi në polici konkretisht për çfarë e ka bërë ajo? E ka bërë për dhunë, po kur e dhunoja i na e hëna, Po pra. na e hëna, deri të premten a i që në asin. Pra ju në mënyrë kategorike e mohoni që djali e ka dhunuar nusen. Po, Nga shi qëko, se qa bëjt në zonë birina, se po të flasi bia ime se kam qupën 36 vjeqe. të besoj. Nuk e di, po në syrin ton, po ta them si shpirtërisht as një lloj. Unë po e shikoja, që ajo nuk e kishë refene djali pare, ofendonte, e shante, sa arriti që tha unë nuk rri në suratin të me. Pra ata kanë pasur konflikte me njëri tjetrin, përpara se ajo të largohej. Të mëshme jo, se në punë donte vetë vente. Nuk e detyronte njeri. Për të dalë dilte. Po, Për rroba nuk e linte njeri. Donte çdo logjik kish lirim të lirë. Ajo donte vetëm të merrte me mendimin tim, të merrte burrin edhe të ikte mja. Unë kam një burr këtu me kancer, o breth Atinët. Kush do më punoj mua? Kush do ta çoja atë? Ku ta lërja i baban, të themi hajde të ikim, të bëjnë jetën. Po kush do të vi këtyre? Unë jam mes Atinës, këtu mes Greqisë jam mes 4 rrugëve. e kishte kërkuar nuse që të ndahesh nga ju, të jetonte më vete. Neve nuk na shprende, ja shprende, mas e vetë shoqit atje, në zonë. Neve jo asnjëherë. Por djali ua kishte shprehur këtë gjë, pra ti mendon se konflikti ishte për këtë gjë? Që ajo nuk donte të jetonte me vjerrën dhe vjerrin? Po, se e shprehni edhe jati me të jemën. Se si lini ju të ikim të qetë, të ikim të lirë. Mos u fut në jetën e tyre. Po ti i thash një herë ti jam uça, ato po futun në jetën e tyre. Unë s'kam ku vete, unë atë kam. Çupën e madhe kam me 3 fëmijë vlorës, ka dhe gjo për vete. Kjo e vogla është e divorcuar, ka 2 vjet. Kush do ta mbaj? Ndriçimi është djali vetëm. Atë kam. E kuptoj, në një farë mënyrë Jo ai që ka dhe përgjegjësinë e prindërve. Punonte, i binte lekët na oba, shikoj, i nëmëronte. Nuk kish problemi. E dashur, Emine, ju më thatë që një javë përpara se nusja juaj Graciela të largohej, ti kishe kuptuar që ajo të bënte disa veprime. Konkretisht çfarë? Pra ti e ndjeve përpara se ajo të ikte, që do vinte momenti që ajo do largohej. Ditën e mërkur, i kishin hedhur djalit se këtë që po flasim me këtë, se nuk e di shumë telefonit, Po, me këtë fliste, atë tjetër i kish hequr, e kish shirë. Vetëm me këtë fliste. Djali nuk i ka pasur telefon, më përpara. Ditën e ditëlindjes në 9 porrit i bleu telefon që. i bëri dhurat burri telefon. Ja bëri. Në datën të mërkurën të premtenikuar, i morën, i shajuan foto se të kam e vlat, që ka bërë nëna. Djali, me një fëmër. Çfarë dhe njerë se nuk e kuptova? I kishin hedhur foto me një fëmër. Djali tuaj. Ne, pa ata kishin të dy një Facebook. Po, Na shi dalin asaj dite, që nuk fliste këtu në shtëpi, po fliste për jashta. pra ti po më tregon që disa foto që i erdhën djalit tuaj me një tjetër femër, nisja xhelozoi se mendoj që po e tradhtonte burri. Po, vetë për të kapur. Qo. Po, E mirë, qaj ke më i erdi, qaj e mërzitur, e di unë e Raid, thotë. Po trego mua, i thashëm, se jam në, i jati i dinte këto gjëra. babai Ja sa në ti saj. Shqipëri, po. Unë nuk dija gjë. Kurse im shoq, jati i ndryqimit ishte në afi shtruar. Asa i dinte gjë, asu në dija gjë. E kuptoj. Vetëm ndryqimit ja ka thënë i jati, nuses. Por ajo vetë burri nuk i kishte treguar gjë për këtë foto? Ja kishe edhe, po, ke panë me një kuptimin e bërë sajuar, se para vajti kishe lajmëruar t'jati, pasaj mori burri. Pra, nisi konflikti mes të rinjve, mes Gracielës dhe ndryqimit, pikërisht për këto foto. Po, edhe i them, qa keni mu, i të erdi, vajti bëri vaksinën djalit atë ditë, Po. i thashu, qa keni ke që nëna, i thashu, pse je mërzitu? E di unë i të birë, tha.
Po qaj, në ko meri japi? Graciela i thashu, thashun edhe nuk po marrë vesh unë? Ç'ke pun t'i tha? Kam punu me të, tha. Shikoj, thashun, nuk janë të mira këto birinana, si thashun. Në do të ndajeni, thashun, ndauni këtu me mirë kuptim. Ti në punën tënde, ky djali në punën time, edhe ky fëmija tu gëzoj të dyve. Jo, tha, shketi, tha, edhe unë me të, tha. Mo, po, sa jonë gjëra, i thashun, se unë po të kuptoj, i thashun, që po ja punon ndriçimit, i thashun. Kësaj. Por, pse ti e dyshoj këtë gjë te Nusja? Dhe pse nuk e dyshoj të djali jot? Se ndoshta mund ta kishte fare djali jot. Fliste më shyras. Rrite gjithë ditën në kufje me telefon, me dhe muhabetit të them se ajo rrinte fliste në banjo. E kuptoj. Nuk dëgjoje, sa ti sërrisje që të hapte me ndër banjo. Ti dyshon si vjerë se ishte ajo që e tradhton të djalin tuaj dhe jo djali juaj? Po, është fare edhe këtu. Është fare edhe këtu. Si që është? i kthe. Si është fare? Po, këtu. Po, me telefon që fliste, largohesh në përcepat e murit. E dashur Emine, ti vetë si ke pasur marrëdhëniet me Nusen, me Gracielën? Shumë të mira. Kam edhe një që ka folur i japi, kam edhe e kam inqizuar të japin, atë ditë që kam i bërë debate. Dhe çfarë ka thënë konkretisht babai Gracielës? I ka thënë me çupën që ka folur, i ka thënë që nuk ka ankesa nga nëna dhe nga babai. Unë Gracielën dhe ta më thanë, e lija deri në 9:30 që flinte. E kuptoj. Djalin e mbaja unë, e laja, shplate, s'qe zonja të asta, shplate, ajo e dhuron të djalin sa, i linte gjitha këtu. Sa vjeç është Graciela? 23 mbush në nëndor, në tetor, 31 tetor. Po djali juaj ndriçimi sa vjeç? Mbushi 30 në korri. Por pse dashur Emine mendon që Graciela ndryshoi kohët e fundit dhe pse u largua nga djali juaj në këtë lloj forme dhe mbi të gjitha e denoncoi dhe në polici dhe ka lënë djalin në paraburgim? Ajo, o dete di ajo për çfarë. Jo, ti si vjerë, vetë çfarë dyshon, duke ditur që ke jetuar me atë, besoj ke ato nuhatit e tua. Unë, nuhatit që i kam, nuk e donte, se ma se donte çdo gjë në dorën e saj, punonte ai të briste ajo. Unë atë nuk e lash më se vajta këtu 1 ditë e gjysmë, më binte lek djalit të papare dhe nuk i zinte java. E kuptoj. Kupton? Erdi puna e mora vetë. Ekonominë e shtëpisë. Po, i shlënga 2.000 euro. Ja hoqa të gjitha. Erdi puna edhe mdodha, edhe vaksina, kish djali që 1 vjeç vaksinat nuk që janë bërë. Nuk kujtesë shfare. Mora i bërë kam bërë vaksina djali, i kam bërë për zëmbër, i kam vizituar. Edhe atë ditë që iku, i kam thënë na lekët, i vizito, bëj vaksinën djali. Mori, vetëm se shtyja unë. Ajo nuk e ki, as për të larë, e linte sheshik. Qa, edhe atletet lëpinte ajo, na uria. Ta ajo rrite gjithë ditën në telefon edhe gjumë. E qartë, e kuptoj qartë zonja Emine, mënyrën se si po e përshkruan Gracielën, ka qenë një nënë e papërgjegjshme për fëmijën e vet. Mirë me ju, me bashortin, po për fëmijën e saj. Edhe sot që ka iku, unë nuk e di se ajo nuk e di se qa bën. Unë dua në aty vetëm këtë, të gjënde, të vim në Shqipëri, të më përballet në ligjit, që më ka rëndyr djalin, më ka mashtruar, dhe dua të më japi edhe ai përgjigje. Të e di një gjë se ku janë, mua nuk po më japi përgjigje. Djali im është brenda, unë jam një moshatare 58 vjeçë, ku do vete, me një burë të smur. Të besoj, dhe ajo që ty të intereson është që ndriçimi të dali sa më shpejt nga burgu. A i sa me që fletë të telefon po djali, se që e shumë i ngjitur me të jatë, e të ora 4 vite jati, a i thosh mere pi babi në punë në telefon të vi mua, të mi iki të dalë me të. A i që lidhur që. E dashur Emine, po vetë ndriçimi, çfarë të ka thënë?
Ai e kuptoi ti Odetanto më falësh, se nuk ja jep të telefonin, e ka kapur 2-3 herë, edhe në 3 të natës, edhe nuk ja e hapte të i ka thënë edhe të japi. Edhe nuk ja jep të telefonin për kontrolluar. I merte vetëm kur i fshinte edhe ja jepte. E qartë, e kuptoj. E dashur Emine, ju tashmë keni një adres të Gracielës. Një adres banimi ku ajo banon. Nuk e di. Jo, adresin që ka avokatja. Edhe këtu, sa avokatja, është futur në kërkim djali. Djali i vogël, 3 vjeçar. Po, është futur në kërkim. Po përgjigje nuk kemi. Jo, desha të bëja një tjetër pyetje. Në momentin që avokatja ju dha një adres shtëpie, që vajti vajza juaj dhe e verifikoi nga rrobat, nga balkoni jashtë që ishin rrobat e Gracielës, nuk e ke marrë guximin të shkosh dhe ta kërkosh atje ti vet? Ti e gjyqja, ti kërkon nipin, nuk kërkon Gracielën. Graciela ndoshta i ka dhënë fund martesës dhe do bëj divorcin, por ti si gjyqe ke të drejtat e plota për nipin. Keni frikë, te na kanë thënë do njeri të fort të futet. Se si dihet më urasën. Pse ju mendoni se personi me të cilën ajo po bashkëton mund të jetë njëri i rrezikshëm? Po. Po. E qartë, unë uroj dhe shpresoj që Graciela të reagoj dhe unë do bëj të pamundurën që të arrit të kemi një kontakt me Gracielën, me 23 vjeçaren. Unë e dua dhe të vinë në Shqipëri të përballet me ligjin, se unë do i vete deri në fund. Unë do vdes për atë dashnorin e vogël. Se e di se nuk e di ku e kam. Ndërkohë, Asu i po pi, vetë po qaj. Vetëm të për atë, edhe djalin që e kam në burë. të besoj. Nuk e di, ka frikë më ma ka, nuk e di ku ma ka qua, më pa ka shitura, më pa ka, nuk e di. Dhe ishe rrezikshme, ajo thënde çdo gjë në shtëpi ku ne vrikosësh. Ajo i binte ka thënë 3 telefona na neva, dritareve u bje, dyerve u bje me grushte. Është e rrezikshme. Pse, ka patur probleme me shëndetin mendor, se këto veprime nuk janë normale? Edhe mase. Unë nuk se kam quar të drejtën, se nuk pranonte. Por ndërkohë prindrit e saj fare nuk kanë reaguar. Asnjë, vetëm këtë, më gjeni çupën, se do t'u sharroj. Por jo, sot ata kanë komunikim me vajzën e tyre? Nuk e di, nena i ka mbyllur, ne nuk na thoni, ka shkruar të çupa të jëmës, edhe i ka marrë në telefon, as i kanë shkruar, as telefon e ka marrë. Si quhen prindit e Gracielës? Dash të temaj. Ajo që mua më bën abi, zonja Emine, nëse realisht Graciela ka vendosur të japi fund martesës me djalin tuaj dhe duket që i ka dhënë fund përderisa ju dyshoni se ka shkuar me një person tjetër. Edhe unë atë i kërkoja me mirë kuptim. Ja kam thënë ditën e mërkur. Para se ti ikte. Graciela, çdo gjë të bëhet me mirë kuptim, keqe nëna. As ti mos ngatërrojeni, as neve. Se e shikoj që ndriqimin do ta vrasësh, i kam thënë. Një dritësyri me dhjerrit i nëna. Me buk pa buk. Ja qa bëjnë to sot. Akuza që ajo ka bërë në policinë greke për dhunë është akuzë e rëndë dhe djali juaj është ende në paraburgim. Ai do nisi djali edhe avokatja që thot është futur për dokumenta. Që jeton në mënyrë ilegale në Greqi. Po. Që ajo këtu kish dhe një shenjë. Këtë shenjën e pas edhe unë, kur e kish. Po thashun se janë të rinjë, më kupton se kam qenë e vetë e re. Po, të kuptoj. Jo shenjë, se të godisi do të lëri me shenjë këtu, do të lëri shenjë këtu. Jo shenjë dhune. Jo, ja, zoti është larë, se të la fosi e vla, ma se do të fosi po bënë këto, po nuk jam e përqëndruar. Të kuptoj. Pra, ajo ka vajtur me shenja në polici, ti i ke parë këto shenja, po nuk e ke menduar që ishin shenja dhune. Jo shenjë, i kish dhenë dhe i kish bërë foto në telefon. Qo. Dhe ja ka kish trebur një greke, dhe kjo greke ja kish ndihmuar. Që të shkonde në polici për denoncuar djalin tuaj.
Edhe Greka kështu të me ani Greka se kishë gjetur edhe ajo avukatja. Por atë ditë Se vetë që nga mbretës vetë kjo. Por atë ditë që Graciela të tha do iki në punë, se do vite në 10 të darkës nga puna dhe mori djalin. Si ka qenë gjendja e saj atë ditë? Ka qenë e shqetësuar, ka shfaqur ndonjë problem? Shumë e qeshur. Na hera nuk fliste fare atë çupës kur i thon, u denatu u ana shkaluan atë çupa na neve. Unë e bëja kafen e lia këtu, kur të ngrihet le ta pinte. Atë ditë ka ngritur çupën e gjumin me të qeshur. Me të qeshur edhe neve. Pra, le të themi ka qenë një humor të mirë. Po, pim edhe kafe, mori çupa se ikën çupa. Në punë në hotel, në ora 10:30 iku çupa. Iku çupa, iku edhe kjo pak çupës. Erdhën në mbatitë prap pim kafe me të qeshur. Çupa iku prap punë se kap në orën 6 kur vinë në 3 të mëngjesit. Llogaritë edhe problem çupa çaj dia, çupa vetë 20 orë në punë. Ajo që mua bën përshtypje është dhe më vjen keq që prindit e Gracielës që janë moshë madhore, janë prindër, ata të paktën duhet kishin një komunikim të rregullt me ju. Më bën presion se e lën punë. Pse e ke nxjerrë në punë? Se e lën punë t'i vej. Se i lën telefon, unë ashin nuk e hej do, se shko qa po bëhet. I shoqi nuk e hej do, ja jep telefonit, se shko qa po bëhet. A i qa do bëj? Vin kështu, vin komplitet edhe zije, edhe ven me vrap edhe që ven dhe në nëzojnë. Se nuk japin telefonat, plasën me këplasën, nuk japin telefonat, t'i kontrollojnë. E dashur Emine, sa kohë kishte që ishte martuar djali juaj Ndriçimi me Gracielën? Martuar? Po. Në gusht bën 4. 27 gusht. Me celebrime në fundi vitit kështu, në ndori djetoni nuk maj më me celebrime. Po kishin 4 vite që ishin njohur bashkë. Ishte një njohje me blesëri apo janë njohur me njëri tjetrin vetë me dashuri? Unë njohur me Facebook. Ju në atë kohë keni jetuar në Greqi? Jo, ne aq kemi që kam ardhur. 3 vjet ka ardhur djali këtu. Një vit isha atje, ka ardhur nusja Shazane këtu. Pra, kur djali është njohur me Gracielën, keni jetuar në Shqipëri në atë kohë? Në Shqipëri, po. Dhe ajo ka ardhur nuse aty në Shqipëri ku ju keni jetuar? Po, atje i ka thyer çdo gjë, të shikoj dhomën e gjumit cop. Pse reagonte në këtë lloj forme? Nuk ka qenë smur, se me veprimet që bënte. Por ti kur flisje dhe ajo qetësohej, çfarë të thoshte se nuk janë veprime normale të gjitha këto që po mu tregon? Kërkonte falje. A kishe folur ti me prindrit e Gracielës në atë kohë që këto veprime? Jo, drejtën jo. Të po, e këtë e kam faj, nuk fola. Si se nuk doja ta nxirja, ta e mbroja, se si e blati se kam 2 çupa vetë. Por vetë djali juaj, çfarë të thoshte në atë kohë? Do me thënë se kjo marrëdhënie... Qa do bëj, thosh ajo, o plakëm, thot, e kështu më thot. Qa do bëj? Mirë vlaj, thosh ja, rregulloni, qetësojeni muhabetin. Ajo vetëm e kishtë në dhomë, në sy ton jo e merte, kur jep të djali, a që e që në dhomë o i ma, thash. Se unë fliana, ne vinë në guzhin, kam një guzhin për jashta. E qartë. A që e që në dhomë, tha ju në dhomë, tha që e që në ajo, tha. Pra, ajo nuk shfaqe asnjë lloj problemi me ju, të gjitha problemet i kishte me djalin tuaj. Po, se çaj kish premtuar ajo, ku do vete, ku do shkonte, çfarë do jete, djali nuk i kishte mundësi. E ditë se mori njëri për shtëpi. Pas një viti martese ju vendosët që të emigroni, të vinit në Greqi. Mori çupa. Që kam këtu, tha, hajde tha ajo, të punojnë, do bëjnë rekomendat e i bëri dhe çupa. Ashtu erdhi çupa, i bëri rekomendat. Hajde tha, të ndreqeni. Se po vonim atje në Shqipëri. Në çfarë vendi keni jetuar në Shqipëri? Në Baripop, në zonën Cakranit. Në Fier. Po, në Fier. Po, në Cakran të Fierit, po. Unë nisëm, kam punuar serave në najote. Serave që kam nisur. Serave. Edhe e nisa si për mirë për atë. Erdhi puna, ja qa më bëri. Erdhi këtu, punoj, futën në punë. Jo që të futën. Pra, tu dua të ndalem. Kur ju erdhët në Greqi si familje, pra ti, bashkëshorti, Graciela, djali juaj Ndriçimi, pra nuk ndryshoi, kishte të njëjtin raport siç sillej në Shqipëri? Po.
Neve nuk erdhëm se donin të vinin, erdi burri për të bërë një kontroll. Se kishte probleme me shëndetin. Tu i dolin probleme në përzëmrën, i dolin probleme me trombocidet, i kishte 2000, kishte edhe sëmundje të keqe kishte në trup. E qartë. Ka pësuar 3 infrakte, gati në vdekje. Edhe në ajo izoluam në këtu. Unë ka prishu shpina, ne i ka fshitu çdo gjë. Unë e kisha shpinë të ngrehur atje, nuk kisha nevojë të vija këtu. Për hir të burrit, erdhe në Greqi. Po, për hir të burrit, për t'i bërë hysmet burrit, për mos të na lënë burrin unë të vuaj. Kemi bërë, për familja kemi... Të besoj. Por, marrëdhënia me nuse në Greqi vazhdoi e njëjta, kështu sillej Graciela? Shumë mirë. Asnjë lloj problemi. Mirë ma, o vllai te, mirë o maj bëj unë te, ajo, zona dinat për të shirë, për të larë, për të kurosur, të besa djali vogël, të mësova me të kurosur rrobat, nuk e vite rrobën, i thosha asaj, hajde kurosur, i këtë po t'i thosha me këto. Logarite, nuk do t'ja dite fare as për shtëpi, a vetëm telefonin, se me të fliste, se kur vende, me zot e di. Ne nuk e kemi përgjuar mbrapa, se ta kishim përgjuar mund ta kapnim. Ti e dyshon që ajo e ka tradhuar djalin? Po, ajo ikte se di që thot atë me një gjë tjetër. Një paranjë se t'ikte, i thashun se mua nuk më zëgjumi, s'flë fare, jam e gjëndra tiroide, kam kaluar në ekstreme. Po duhet qetësohesh sepse stresi ndikon shumë tek ty dhe do shkatërrosh veten. Jam shkatërruar, bilin e ai dashnori vogël ka shkatërruar. Po duhet të qetësohesh. Edhe, i thashun në orën një, unë kam ndërru rrobat e lavatricen. Në orën një kam ndërru rrobat në lavatricen, për jashta. Shiko orën nuk isha ardhur, as qupa, as musja. Në të nesë, unë ngritëm një fotografi, i thashun, qari erdhe mbra, në 2,5 O ti i thashun, pse gënjeni, i thashun, se në orën një ish nëna, i thashun, zgjua. Dhe nuk isha ardhur. Nuk më përgjigj, e pyeti qupa. Po ti grafi ta i qare, në një qerek erdha, tha. Por çfarë pune bënte nusja e djalit që vinte në orët e vona të natës? Te pizzeria. Në pizzeri? Ishte një punë. E qartë, po. E kuptoj. Ajo, që unë ndryshova. Po prap, thoshja, mos të veja mrapa se mo psoja në një gjë. Unë e psova. Por djali juaj, e kishte menduar ndonjëherë të ndahesh me këtë vajzë sepse e papërgjegjshme për fëmijën, nuk kujdesej, konflikte, shere. Kish kërcënine në ajati. Nga vjerri ti? Po. Edhe na të motrat e saj. Sa arritën i thoshin ty do të heqin kokën, i thosha motre Athinën. Por ju, a kishit diskutuar ndonjëherë me familjen e saj që kjo nuse po ju sillte probleme? Nuk diskutoj, i thosha në telefoni nuk ta japi, thosh mua. Që të prisja me t'japi. Dhe ti po më tregon që njerëzit e Gracielës, motra, babai, nëna kanë kërcënuar gjithmonë djalin tuaj. Ata kanë dorë dhe të dalën të thonë ku o qupa. Nuk, unë dua vetëm për ballën e ligjin, ajo të shikoj jetën e saj, unë do marr djalin se e kam në rrezik djalin. Jo unë, djalin. E kuptoj, unë kam të mëdhenj. Djalin. Se sa me në telefon, ma ka shitur thot. Unë uroj që mos ke ndodhur kjo gjë se është absurde, se ajo është nën, sido që të jetë, nuk mund të bëjë një gjë të tillë me fëmijën e vet, është e rëndë. E ka shumë, ka iku me tjetrin, edhe torturon. Si quhet nipi? Se ma the emrin. Dashnor Aliaj. Dashnor Aliaj. Emrin e gjyshit. Ja keni ngjallur emrin e gjyshit. Po, është gjallë gjyshi, do me i vetë rinj, jo me imponimin tonë. Është burri juaj? Po. Përse gjalli keni vënë emrin, ka emrin e gjyshit. Jetën e gjatë të ketë dhe gjyshi dhe nipi. Po, djali po deta. I thonë që unë do të heq të drejtën e djalit, aftësin. Por përse ja thoshte të gjitha këto gjëra djalit tuaj? Nuk e di, ajo e di. Ajo do gjëndu, edhe do qytu. Emine, nga gjithë kjo histori që po më tregon, ata i pas kanë dhënë fund martesës së tyre përpara se ajo të largohej. Po ta thosh, unë i thash, të ndahesh me mirë kuptim. Të vinin në Shqipëri, të ndaheshin me gjyq, se unë këtë doja, po mendoja.
Edhe kjo e ka bërë këtë, vetëm nuk donte të vinte në Shqipëri. Të vini në Shqipëri, të bëhesh me mirë kuptim, ndarje, kush t'i takonte djalit Sadamet, kush ta mante djalit. E qartë, gjykata do vendoste gjykata. Nuk jam në ajo nën që ta marrune mo ta marr ajo, apo ta marr ajo mo ta marr djalin. Të dy kanë të drejtë, të dy e kanë. Po, djalit e rritesh me të dy prindrit, dhe pse mund të divorcoheshin. Ndërkohë që ndriçimi në momentin që do dali nga burgu, do jetë i lirë, do i drejtohet gjykatës, të bëj divorcin që gjykata të vendosi për djalin e vogël? Po më ndihmove se nuk kam fuqi më. Këtë gjë Po më kërkon. ndihmove. Për avokate nuk di ku të futen. Për të bërë divorcin, të bëj një kërkesë. Po, ju kërkoni një avokat që të bëhet një kërkesë që djali të bëj t'i drejtojë gjykatës për divorcin me bashortin e tij Gracielën. Po, edhe ajo duan që të ndej, pse ma mori djalin, pse ma rëmbeu dhe më mastroi. Edhe ajo i dua t'i futet ligji. E dashur Emine, nëse do ta kishe përballë Gracielën, çfarë do i thoshe? Unë do i thosha këtë. Të më bjerë ndirë djalin, pse më mastroi, ku do që të jep të më bjeri djalin, të vim në Shqipëri, të ballafaqohemi aty, edhe të ty të ballafaqohemi, vi, ballë për ballë. Dalë aty të tyja, ballë për ballë me të. Unë dua djalin, dua të drejtën e djalit, ku është futu, më është rëmbyer djalin. Ndërsa për Nipçën ka marrë malli dhe gjithë meraku është jeta e tij. Është jeta e tij o bete, para atë, as fëmijën, as ndriçimin nuk e dua. Se e kam rritur vetëm atlete. Ja kam marrë edhe natën unë e maja se e lidhe në balkon. Po që të mbje djalin në balkoni. Ajo i thash, Graciela në ma djalin mua të të mbjeri djalin në apartamenti. Ja kështu. Unë nuk e di, shikoj robat e ati unë po u lëri. Sepse ajo kur ka ikur nuk ka marrë asgjë me vete. I bëj thirrjen vetë jati, të do mbaj përgjithësi, e di një për një. Edhe atë ditë që foli Çupa, ajo i gjoj zëri tek e motra. E dashur Emine, unë uroj dhe shpresoj që Graciela të reagoj, ta premtova që do bëj të pamundrën të gjej një numër kontakti të saj, të flas, që ti të lidhesh me nipin tuaj dhe uroj që të zgjidhet ky problem sa më shpejt, sepse më vjen shumë keq për gjithë opëriet time që ti po kalon kohët e fundit dhe gjithë meraku për nipin tënd 3 vjeçar dashnori që mendon se ai është në rrezik, dhe pse është me nënën e tij. Unë dua këtë, të dali ati ta gjej edhe ta çoj në Shqipëri se atje do ballafaqohet me mua. Ti i bëre thirrje mesazh edhe prindërve të Gracielës që jetojnë në Shqipëri. Po. Ata i dinë se ku ka hyrë, se ka ardhur në Greqi, këtu, i është parë edhe në polici të Korisios, i ka thënë polici djali që ka ardhur i jati këtu, dhe na tha ne do t'u japër tje, nuk na ka dhënë deri më sot. I jati. Uroj që zoti Dash dhe Diana të temaj ta ndjekin këtë video, të reagojnë dhe ata, dhe uroj të bëhet më e mira, zonja Emine, për familjen tuaj, dhe mbetemi bashkë në kontakt. Rosh, vetëm të më ndihmo se nuk i di ato ku të hyj, ku të dalë. Dhe të besoj, do bëj të pamundrën, ta them këtë shumë sinqerisht. Mirë, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë, dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Gjithnjë me shpresë që 23 vjeçaria Graciela do e ndjeki këtë video, do e reagoj dhe do na telefonoj, por ju bëj thirrje dhe prindërve të Gracielës, zotit Dash dhe Diana, të cilët jetojnë në Shqipëri, nëse e ndjekin këtë live, le të reagojnë dhe ata, pasi familja Aliaj nuk kërkon tashmë Gracielën, por nipin e tyre. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale, si në Instagram, në TikTok, në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare, me emrin Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite unë ndaj me ju këto histori njerëzore. Faleminderit.